Pse quhej zonë shumë sekrete kjo e zonës Malit E para të Tajt? rëndësia ishte se ishte qendra ndërlidhjes. Po. E para, e dyta, qendra ndërlidhjes duhet të ruajtur në mënyrë më perfekte. Dhe u zgjat pikërisht një vend midis shumë komandave dhe shumë reparteve. Siç u shpjegova atje poshtë, ishin shumë komanda, që nga Marina, që nga reparti Ministrisë Brendshme, fillojnë pjesa këtej, kemi lokacionin, kemi kimin, uzinët tankeve, më poshtë, gjenjën atje sipër, topografia ushtarake, ajo, pra, mendo vetëm kaq. Sa reparte janë në një gjatësi që sa mund të jetë 5 kilometra po e marrin kështu dhe 3 kilometra kështu. Qartë. Çfarë përqendrimi të madh ushtarak kishte. Dhe në funksion të këtyre, domethënë mund të qenë këtyre pikërisht qendra ndërlidhjes. Po. Qendra e ndërlidhjes është për nga Qendra këtej. e ndërlidhjes dhënsat, këtu janë dhënsat. Po. Poshtë, siç u thash, ishin marsat, këtu janë dhënsat. Kështu ka qenë rruga dikur? Jo, rruga ka qenë më e mirë. Më e mirë? Më e mirë, por ka një gjë. Në dimër edhe kjo bëhet i çike vështirë. Këtu jemi rrëz Malit të Tajtit, Dëtë me dak. Këtu është quajtur kompania e dhënsave. Kjo është më kryesorja. Se me Mars mund të marrësh atë me një radiodore mund të kapësh sinjal. Dhe me radiodore. Problemi është kjo dhënia. Dhënia është domosdoshme. Nuk çon gjë. Mund të marrësh, po ti nuk je bjë. Kemi këtë tunele park këtu. Shikoni? Tu ka qenë një gjenerator kinez shumë i fuqishëm. Po kur them shumë i fuqishëm, ai mbante një fshat, po themi një lagje të Tiranës me drita. Po themi një lagje të dikushme, jo sot, se sot është, ose qytet në, po themi Vorën, dikur e mbante me drita, ky gjenerator. Ka që fuqishëm ishte, që kur hiknin dritat, direkt futej në punë ky, edhe u shente Gjithë stacionet. Atje. Aty ka qenë zyrat. Klasa, fjetorja, dhoma oficerit të rojës, menca, gjitha këtu, shkatëruar çdo gjë, siç shikoni, që të djem gjëna. Ju atëherë e mendonit luftën? Do me thënë, ju bënit prova për luftë, për vetë e mendonit? Vetëm për luftë mendoje. Jo, e mendoje ti në vetë, do me thënë. Po, shiko, e mendoje se mendoje ti, mendo vetëm kaq. Kur ai ti jep një armë që e ka qitjen efektive 200 metra, kush është më i rrezikuar? Ai që e ka efektive 800 metra, apo ai që e ka 200 metra? Ne ishim të destinuar të transmetorin deri në 200 metra. Ta shikoni marrë mikën 200 metra, do me ishme me transmetimin. Kur ai fillonte, që hynte në grykën automatikut ton, atëre fillonte pastaj. Jo, e kam fjallën edhe për përgatitje psikologjike, do me thënë ti e mendoje vetë në luftë? Shiko, nuk të gjithë themi luftën e mendonim, po nuk e psikologjisim si duhet. Se është tjetër gjë ta mendosh. Ju përgatiteshit, për nuk ishit... Përgatitja ishte maksimale. Duhet të thënë, ushtria përgatite në mënyrë, ama, jo të gjitha repartet, se kishte reparte për shumë që edhe mundet, por repartet speciale ishte speciale. Tu nuk fale. Këtu nuk fale asgjë. Ju thash, edhe thonjë të ushtarve, thonjë, ju nuk e keni, nuk e besoni, thonjë të ushtarve, unë nuk e kam marrë taston sot me vete, tasto ka një kokë. Dhe thoi, qofse takon ka ajo, nuk të le ta kapësh, ta mështjellësh kokën e tasos edhe të transmetosh si duhet, tikën të rëshqet. Edhe do kthehesh, rëshqitja të krijon dhënie gërmave, prishjen e gërmave. Prishja e gërmave presupozon që ti të kthehesh të transmetosh radiogramin, por radiogramin pastaj hajde ta marrë ai ku të fillojë pa le çfarë radisti do të përgjigjet, kështu që prandaj them janë rregulla shumë strikte. Sa më pak përsëritje sinjali duhet kishte.
Në minimum. Prandaj ju thash që çdo transmetim bëhet deri në 12-14 grupe në minutë, jo më shumë. Ushtria nuk është radioamatorizëm, ishte. Nuk ishte radioamatorizëm ku kërkohet shpejtësi. Ushtria kërkonte disiplinë, saktësi. Saktësi. Tani këtu është rrëdbyroja e dhënsave. Kjo fillon këtu dhe del nga krahu tjetër që është gati një 150 metra. E ndara në 2 pjesë. Pjesa parë ishin dhënsat 91 me fuqi shumë të madhe dalje, 150 watt. Me ndonin 150 watt një llampë ta mbash larg të ndizet. Pjesa dytë ishte dhënsat 150 watt, që quhen 150 watt. Edhe ato fuqin po kuptohet që kanë 150 watt, plus kishte në çdo sallë kishte nga një marrës, sepse duhet bëje ai që kolaudonte marsin ta dëgjonte edhe në radio që është fuqia e dur apo jo. Edhe bënte akordimin sa më të mirë të sinjalit. Pra, është një specifik shumë e veçantë ishte në ndërlidhje, shumë e veçantë. Duhet bëje maksimumin, që të çoje maksimumin e sinjalit. Jo kushdo mund të ishte radist asë kohë. Thash, duhet kishe i qik vesh, edhe kishte një rregull transmetimi, rregull ke dora, ke kyç. Transmetimi bëhet gjithmonë me kyç. Sepse kyçi ka manipulimin pa mbarim. Nëse ti do të provosh gjithmonë kur lan ose bën një diçka me gishta, gjithmonë fillon ndjen pirje. Dhe rëndisi më tepër se 5-6 minuta, nëse transmeton me gishta nuk jep më. Bllokohet dora. Kurse kyçi lëviz lirshëm. Shifë si lëviz ky kyçi, ka pikë mbështetje këtu dhe kyçi lëviz pa mbarimisht, gjithë ditën mund të rish. Dhe pa lodhje. Kurse kyçi bllokohet, nerva janë këtu. Si përzgjidheshit ju atëherë? Urdhë? Si përzgjidheshit? Si përzgjidheshim? Në bazë të klasit të klasifikimit që bëheshin në klasë edhe në terren. Në klasë bëj provim, njësoj. Ishte një format, radiogrami, me 100 grupe, 10 kështu, dhe nuk duhet bëje më tepër se 3 gabime. Pra, në 100 grupe, po 100 grupe, një grup ka 5 gërma ose 5 shifra. Duhet bëje vetëm 3 gabime. Ju para ushtrisë kishit mbaruar shkollën? Jo, isha gjimnazist. Nga gjimnazi, në ushtri. Bile njerë për kuriozitet kjo, më quan më saktuan gard, vajti i matë e ktheu, i tha, jam gard. E dua këtu. Erdha këtu. E kisha dhe qep, se e kisha mësuar alfabetin që përpara, ma kisha mësuar live, që kisha përpara me ushtare. Edhe e pata edhe dhunti nga filmat e nga këto. Tani unë du të tërgoj një sekret. Sa i rëndësishëm është transmetimi korrekt në telegrafi. Qofse e keni dëgjuar Ricard Sorgen, keni dëgjuar? Ricard Sorgen është ai që i dha Stalinit sinjalin që ushtria japoneze nuk do sulmoje. Pra ishte agent rus në Japoni. Dhe ky kishte një radist vetëm, që quhej Max Klauze. E di ky është djegur vetëm për një gërm. Ajo që u thash, që nuk dha gërmën e mbylljes. Gërmën kë, ta, ti, ta. Vetëm për atë gërm, e la stacionin hapur, e la tjetrin, jo këti vetin, e la tjetrin hapur. Por japonezët kishin shpikur një aparat që ti duhet po transmetoje 15 minuta, a i të identifikonte ku ishe. Dhe radisti ati bëri një gabim, e la pa mbyllur, a i korespondenti vet e la hapur, u kapa i, e gjetën japonezët dhe, pastaj zinxhiri, reakcion zinxhiri, shkor. E kuptonin se e rëndësishëm është?